Tashmë nuk është e fshehtë nga koalicioni Vlen e ka vënë re qysh më parë, se ka negociata ndërmjet zotit Taravari me zotin Ahmeti me përzierje të eksponentëve të caktuar nga oligarkia. Këto janë bisedimet që janë zhvilluar tashmë disa muaj. Qysh përpara se zoti Taravari të publikonte vendimin e tij në kundërshtim me pjesën tjetër të partnerëve të Vlenit për mënyrën e garimit në zgjedhje. Është e qartë se këto negociata kanë pasur për qëllim përçarjen e koalicionit Vlen dhe rikthimin nga vdekja klinike të BDI-s. Cili ishte çmimi i këtij operacioni dhe a ia vleti, kjo do të merret vesh shumë shpejt. Sidoqoftë, koalicioni i ndryshimit Vlen vlerëson se vendimi i mbrëmshëm i zotit Taravari, pasi që ishin konsumuar krejt argumentet dhe ofertat për të mbajtur ata në garën e përbashkët zgjedhore, është pa mbështetjen e votuesve të sinqert të Aleancës për Shqiptarët, po as të funksionarëve partijak të cilët para më pak se një viti e mbështetën vendimin e drejtë të ASH-s për të shkëputur nga partia e listës së ZES, që tashmë po fundoset dhe po merr me vete edhe shumë viktima. BDI-ja nuk shpëton pavarësisht gomave rezervë që mund t'i hidhen nga eksponentë të ndryshëm politik.